Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Bardezi. Ju tashmë e dini që jemi në ciklin e dytë të emisionit, por sonte kemi ardhur në javën e 10 të këtij emisioni të ciklit të dytë me teologun e mirënjohur Ardian Sejdiu. Bashkë kemi diskutuar 10 tema të cilat kanë ngjall shumë interes tek ju, kështu që unë dua t'ju falenderoj publikisht për gjitha mesazhet që na keni dërguar dhe propozimet e temave. Do të kemi edhe ciklin e tretë, tashmë siç ju kam paralajmëruar, do të jemi ka 10 javë me teolog dhe hoxhallar të ndryshëm për diskutuar për temat fetare. Në fakt, sonte do të flasim për mirënjohjen dhe falënderimin. Krahas mirënjohjes dhe falënderimit, normalisht do të diskutojmë edhe për mos mirënjohjen dhe pse ne si njerëz, kur i kemi të gjitha të mirat, pikëparë shëndetin, harrojmë të falenderojmë krijuesin ton. A jemi shumë të zënë me jetën tonë saqë nuk i kushtojmë ashtu siç parashihet 25 minuta brenda 24 orëve që t'i falenderojmë Zotit, kështu këto në këtë pjesë listën e namazit që na takon si besimtar islam. Këto dhe shumë të tjera me teologun Ardian Sejdiu, imam dhe ligjërues në xhamin Koha në Gaç të Ferizajt. I nderuar, faleminderit shumë që sonte me neve. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për juve, stafin tuaj dhe gjithë ata që na dëgjojnë edhe na shikojnë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Faleminderit juve që ke pas durim për këto 10 javë, për me qenë bashkë me neve, edhe në fakt me shikuesit të cilët kanë qenë shumë të interesuar me dëgju atë çfarë keni thënë ju. Për mua ka qenë kënaqësi të jam në studio këtu, e sidomos kur i ndaj mendimet së bashku edhe me audiencën e mrekullueshme që e kemi. Sonte do të flasim për mirënjohjen, i nderuar. Thash që pse ne shpesh harrojmë me u falënderu, ose jemi shumë të nxanë me u falënderu, saqë më thonë një ditë faleminderit o Zot për gjitha të mirat. Në fakt, mirënjohja është një prej cilësive më të mira që mund me posedu individi, familja, shoqëria në përgjithësi. Dhe adresa mirënjohjes këtë dunja e sakta është Zoti i Madhërisht. Njeriu duhet me qenë mirënjohës ndaj Zotit Madhërisht për shumë të mira të panumërta që i posedon jetën e bote, duke filluar prej dhuratës më të çmueshme jetën e pastaj udhëzimin në jetën e kësaj bote. Pra nëse ka dikush do dalmi për kësaj bote dhe nuk i kemi falendëruar sa duhet, është Zoti i Madhërisht. Por ja që njeriu është krijesë e mangët me një aspekt, sepse edhe vetë e bartë emrin insan që nuk kupton një qenie që harron, dhe shpesh njeriu harron të jetë falendërues ndaj atij që ka bërë mirë radh por Zotit Madhërisht, e pastaj për të mirat e kësaj bote të vogla që mund t'i bën dikush, ne harrojmë edhe më shpejt se sa ato të mëdha. Pra, njeriu është i rekomanduar që të jetë falendërues ndaj Zotit të Madhërisht dhe përmes falënderimit ndaj Zotit të Madhërisht të shtohen të mirat dhe në mesin e të mirave lumturia dhe ajo kënaqësia dhe ojka jetës që mund ta posedon njeriu. Kjo pjesa e falënderimit, unë thash pak në fillim, është namazi, përfshihet veç namazi apo veprat e mira që ne i bëjmë për hir të Zotit? Është interesant kjo çështje. Zoti i Madhërisht na porosin Kur'an duke na thonë: o ju të cilët keni besu, falenderoni Zotin nëse me të vërtetë besoni atë. Pra ka rekomanduar që të falenderohet Zoti i Madhërisht. E si falenderohet Zoti i Madhërisht? Tash është e kuptuar që është e domosdoshme falënderimi ndaj Zotit. Po cila është forma më e mirë e falënderimit ndaj Zotit? Njeriu falenderon Zotin e Madhërisht, domethënë në baza ditore, duke filluar prej kryerjes së obligimeve që Zoti i Madhërisht ja ka ngarkuar njeriu. Por nganjëherë falënderim i posaçëm bëhet edhe për të mirat që i posedojmë. I arrim do suksesin e kësaj bote që të gjitha janë për Zotin e Madhërisht, sepse njeriu është i dobët këtë dunjë. Pa lejen e Zotit të Madhërisht, pa mbështetjen e tij, pa mëshirën e tij, pa vullnetin e tij, nuk ka mundësi të arrijë qëllimet e jetës, madje humb në analet e jetës. Pra i arrin qëllimet e mira përmes dëshirës Zotit Madhërisht. Dhe njeriu pra çka bën këtë rast? Është falënderues ndaj Zotit. Në radhë parë fal namazin, agjeron, jep zeqat. Po nëse ka arrit diçka për të mira se bote, atëherë ka falënderim individual. Dhe fjala falënderim është interesant që ka zgjedhë Zoti i Madhërisht me fjalë enkas për veten e vet. Ç'është? Fjala elhamdulillah. Për shembull, me këtë fjalë vetëm Zoti takon. Nuk mundem me thonë hamduke për shembull njerit, të falenderoj ty me ç'i shprehje në arabisht. Në arabisht mundem me thonë eshkuruke për shembull, të falenderoj ty me term tjetër. Ama me fjalën hamd, Allahu e ka zgjedhë vetëm për veten e vet, sepse nuk ka laps dhe nuk ka ngjyrë që mund ta shkruan ta përkthen këtë fjalë.
dhe Zoti e ka ditë se njeriu është i mangët dhe e ka të pamundur me falendëru Zotin, shmëritan Zotin madhrishëm, ai e ka falendëru veten e vet në Kur'an. Dhe kur ta çel Kur'anin e gjan, surja e parë, surja Fatiha, dhe fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falëndërimi i takon Zotit të madhrishëm, krijuesit e botrave, të asaj bote që e nje dhe nuk e nje njeriu, të një perimetrit gjanë që ka ke jetë, por që dikush meriton falëndërimin për këtë krijimtari të madhe që njeriu është i paf me kuptu, ai është Zoti i madhrishëm. Pra ne jemi të detyruar, të obliguar moralisht që të jemi falëndërues ndaj Zotit të madhrishëm, sepse askush nuk meriton të adhurohet, të falëndërohet më mirë dhe më shumë se sa krijuesi i gjithësisë, Zoti i madhrishëm. Nuk e di nëse isha gabim në fillim kur thash që brenda 24 orëve janë 25 minuta namaz nëse përmbledhim të tillë. Po. 5 herë në ditë falënderim. Përveç kësaj na i nderuam ka praktika të tjera të cilat kur e kryjmë këtë obligim si musliman, i bëjmë në përditshmëri në shenjë të falënderimit ndaj krijuesit tonë. Po thash përveç namazit. Po. Përveç namazit, që është një prej formave më komplekse dhe më të mira të falënderimit ndaj Zotit. Sepse edhe në sa jenë kamë dhe në ruku dhe në sejdë, ti kemi falëndëruar Zotin e madhrishëm, kemi lartësuar Zotin e madhrishëm, kemi përkull për atij që meriton përkuljen. Dhe njeriu më i madh, më i fuqishëm bëhet kur në sejdë, kur e kupton afërsinë me Zotin e madhrishëm dhe kur e kupton që është i do përballë krijuesit. Dhe kjo falëndon vetë. Jashtë namazit, po falënderohet me fjalë Zoti i madhrishëm. Për shembull, jo vetëm namaz, po kemi bënë vepër të mirë. Jemi gëzuar për diçka, kemi arrit diçka. Çka parën fjalë që themi, çka themi? Falënderimit e kanë Zotit të madhrishëm. Keni pa në zhargonin ton popullor, për shembull nana tona, gjyshet tona, por një të mirë shumë të vogël që ka përjetu, edhe në atë kohë të skamjes, gjithmonë ka thënë elhamdulillah Zotit, falënderim nga Zoti i madhrishëm. Pra e ka ushqyer ndjenjen e besimit përmes kanalit të falënderimit ndaj Zotit të madhrishëm. Pra përveç namazit ka forma të ndryshme të falënderimit ndaj Zotit të madhrishëm. Cilat janë shpërblimet e atij që falënderon Zotin vazhdimisht? Është një rregull që ka vendosur Zoti i madhrishëm dhe këtë rregull dua ta ndaj me ata që na dëgjojnë. Këtë rregull ka vendosur në Kur'an. Zoti i madhrishëm ka thënë, nëse ju falënderoni, unë do t'ja shtoj të mirat. Nëse dikush dëshiron që ato të mirat t'i shtohen, nëse dikush dëshiron që ato të mirat t'i kthen në lumturi në jetën e bote, e ka vetëm një rrugë. Vetëm një mundësi. Mundësia është të jetë falëndërues ndaj Zotit të madhrishëm, sepse nga një nuk mjafton sasia që posedon këtë dunjë. Për të mira që mund t'i posedon njeriu. Mund të kesh pasuri, por nuk mund të jesh i lumtur. Pse? Sepse nëse s'ke qenë falëndërues ndaj Zotit të madhrishëm, ajo pasuria, ajo anë materiale u kthy thjesht me një armë të vrasht për shpirtin, ndërgjegjen, raportin me familjen, shoqërinë e shëmërat. Kur ne falënderojmë Zotin e madhrishëm, çdo të mirat që i posedojmë, thjesht garantohen, ruhen dhe potencialisht shpresohet që të shtohen. Pra është rregull dhe Zoti thotë, nëse ju falënderoni Zotin, unë do t'ja shtoj të mirat. Dhe kemi pa në jetën se bote që njerëz kanë jetuar në të mirat të mëdha, por kanë qenë pak falëndërues ndaj Zotit të madhrishëm, kanë shku deri në atë shkallë sa që e kanë hidhur Zotin dhe ato të mira ja kanë marrë pastaj. Ka shumë transmetime, besoj. Ka në Kur'an, në shumë vende të ndryshme, po ashtu edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam, se Zoti i madhrishëm shpesh i tërjek të mirat për individit, familjes ose shoqërie, nëse ata nuk janë falëndërues ndaj Zotit të madhrishëm. Këto të mira, më falë se të këto të mira tërhiqen me një herë apo gradualisht, apo e lën njerin me kuptu që prit se diçka që to nuk është në rregull. Ka mënyra të ndryshme. Dikush e pson më një herë. Ka ra pasunik dhe qohet i varfër. Domthonë, nga menja se merr që ka dalë për dora e pasuri. Dhe dikush tjetër në mënyrë gradualshme. Dhe e shet që dikur ka qenë në kulm. Dhe ai pastaj thot, po çka ndodhi? Jo, s'ka ndodhur asgjë. Vetëm se këto mirësi që ka dhënë Zoti i madhrishëm, nuk e ditë me menaxhu dhe nuk e ditë me trokit në derë të atij që meriton falënderimin, Zoti i madhrishëm. Kështu në jetën e përditshme për shembull, sepse ne jemi të obliguar që të jemi mirënjohës në jetën e përditshme ndaj njerëzve. Po nëse ne ja na shkalojmë të mëdhajat, çka na duken të voglat për shembull. Nëse njeriu nuk është mirënjohës ndaj krijuesit, për të mirat që ka, çka mendon ai njeriu? Mund të jetë falëndërues ndaj njerit? Sepse shtohet pyetja pse po harrojmë ne nuk falënderojmë. Po çish ka më të falëndëruar ai cili e ka harruar Zotin? E ka harruar krijuesin e vet.
ai se ka dhënë jetën. E mbikëqyr, e man gjallë në jetë. Dhe ky një ditë fare si bën përshtypje që ekziston një Zot dikon dhe i ka përgjegjësinë ndaj tij. E çka pret prej tij më të falendëru për diçka të vogël se të bote, pra e pamundur. Se i përmende njerëzit që kemi në jetën tonë që në rrugtimet tona të vështira na gjindën aty, a janë dhurat nga Zoti që është përgjigje Zotit që po ta çon në krah përmes njeriut? Padyshim, Zoti i Madhërisht e ndihmon njeriu në forma të ndryshme. Nga njerë edhe mbështetjen që të vjen për njerëzve apo Zotit të Madhërisht. Ka njerë na e kena ati din i ndërum që duhet me pikë për qiellit ndihma dhe që ashtu duhet me po realisht ata që na rrethojnë për rreth nuk i vrejmë shumë që i bojnë të mirat për neve. Ndërgjohë në kaluarën, nëse lexojmë historinë e pejgamberëve, ka pas popull të tillë që kanë lypë të mirën drejt për drejti. Ka pas? Domethënë popull që kanë lypë të mirën drejt për drejti për me besu se Zoti ekziston. A mund të imagjinoni që njerëzit kanë lypë sofrën për qiellit me ardhmë? Po, e di. Tash më kujtohet. Si shembull, kanë lypë me ngjall të vdekurin, kanë lypë për shembull me nda detin në dysh, kanë lypë me nda hanën në dysh. Këto argumente për me tregu se Zoti ekziston, i ka dhënë. Edhe pse Zoti i Madhërisht është e mundur që më çu me një mëngjes të gjithë njerëzit dhe të gjithë me kanë një zemër, me një mendje dhe me kuptuar se ka Zot. Po e ka lënë dije njeriu, ja ka shpjeguar të vërtetën dhe ka vënë para përgjegjësisë. Ti mund të mos e besosh, mund të hiç mos të falënderosh, por mos haro se jenë rrugë e sipër për ta përfunduar misionin e këtij jetë. Dhe në ditë kemi kthyer te Zoti dhe kemi llogarit për këtë çështje. Tash kthehemi në jetën e përditshme. Po, çdo e mirë që vjen pe Zotin e Madhërisht, mund vjen direkt dhe indirekt. Mund vjen indirekt përmes dorës së njerëzve. Zoti e ka frymzuar dikan dhe kemi raste të shumta thotë nuk e di ç'është sjellë Zoti filani dhe nxjerrë pe krize. Jo te Zoti s'ka kurrë rastisht, por njeriu është i paaftë me lexuar kartën e jetës. Dhe o të jetu me një botë që nuk mund të dominojë jetën, fatin e jetës. Ai që dominon fatin e Zotit Madhërisht, ai kur don me të nxjerrë pe krize, ai ti çon argumentet përmes njerëzve, përmes situatave të radhë. Pra kjo është një mirësi pe Zotit Madhërisht që begatohet, pasurohet jeta e njeriu dhe njeriu arrin qëllimet më të mira të jetës. Ju thatë që te Zoti nuk është asgjë rasti. Debati shpesh orientohet edhe shkon tek pyetja madhe se në këtë jetë a ekziston rastësia apo gjithçka është e përgatitur si një lloj skenari. Përfundimisht cila është përgjigjja në këtë aspekt? Përfundimisht edhe me bindje të thellë, asgjë nuk është e rastishme te Zoti i Madhërisht. Nëse lexojmë Kur'anin 100 herë Zoti na thotë, nëse kemi krijuar këtë jetë kot e kot. Dhe mandje thotë e akuzon njeriu. Po ta mendon njeriu se është krijuar kot e kot? A mendon se njeriu është rastisht sepse rastia është një gjë e kot, një diçka që ti s'ke planifikuar, ka ardhur. Te Zoti i Madhërisht asgjë nuk është e rastishme. Dhe Allahu kur i drejtohet çejve dhe thotë, nëse kemi krijuar as tokën as qiellin rastisht. As laibin, as duke boloj me to, por kundrazi, i kemi krijuar me hak, me të drejtë, për një arsye, për një mision. Dhe merrem me mend nëse Zoti i Madhërisht i thot çejve për këtë çështje, me perimetër të madh. Kush on njeriu? Kush on njeriu që të mendon se jeta e tij është e rastishme? Asnjë piku në oqean. Asnjë piku në oqean. Këtë komplet, këtë jeta ku zhvillohet njeriu është një piku e vogël në oqean, krahasim me planetet tjera. E çka mendon ky njeriu, si thot Zoti i Madhërisht, vallë, a mendon njeriu se ne kemi krijuar rastësisht dhe rastësisht do ta lëm pa përgjegjësi? Kalla, kurse si. Pra ai çështje më që me kupton se nuk është rastishëm në jetën e kësaj bote, e tash në zhargonin njerëzor nganjëherë duket për neve që është rastishme. Koincidencë. E papritur, sepse njeriu është i paaft me lexuar kartën e jetës, është i paaft, sepse është e pamundur njeriu me pas në kontroll jetën e vet. Sepse është njeri i përbërë prej ashtit, mishit, harresës. Pra kjo t'jep me kuptu se ti nuk mund me dominu jetën. Se i kemi edhe të limituar me përdorë deri në 100% medjen që na ka kriju shumë thjesht. Shumë e kjo. Çka mund me dominu në jetën sot? A e dim çka ndodh tash familjet tona? Jo. A e dim çka na pret mas orës 1 për shembull? Jo. Pra nuk e kemi ndorë fatën e jetës. Dhe kur ndodhin gjanat që për neve thon rastisht, atë Zoti i Madhërisht gjithçka është me caktim. Dhe Allahu thot në Kur'an qartë. Gjithçka të na është bi qadar, me caktimin Allahu xhallahu ala. Mirë, këto falëndrimet në formë të veprave, për shembull nëse një njeri na ka bërë mirë neve edhe është ai krijuesi që na ka dërguar neve atë njeri. Si ti falenderojmë ne atij njeriut? Se ndoshta për shembull falëndrimi ndaj krijuesit është diçka shumë e veçantë dhe që duhet me ndi shpirtërisht, po brenda suazave njeriu me njeriu si duhet jetë falëndërues? Është shumë interesant kjo çështje. Ne kemë të diskutu relacionin njeri Zot. Falëndërimi që du me bën njeri Zotit.
Dhe është një lloj tjetër falënderimi që e përmend Kurani dhe përmend pejgamberi alayhis salam. Është falënderimi i njeriu ndaj njeriu. Po. Thot pejgamberi alayhis salam nuk e ka falëndëruar Zotin ai cili se falënderon njeriu. Është, me thonë kështu, nuk mund të falënderon dikush për gjërat e mëdha nëse s'ka falëndëruar për të voglat. Që ka thellë kjo? Shumë e thellë. Domthonë është një kriter që ka vendos Kurani dhe ka vendos pejgamberi. Të gjithë pejgamberët kanë praktika në jetën e përditshme që e kanë deklaruar mirënjohje ndaj tjetrit. Bile ana thot pejgamberi më qartë, nuk e falënderon Zotin e Madhërisht ai cili nuk i falënderon njerëz. Nuk mundesh me qenë mirë, të falënderues ndaj Zotit, nëse ti nuk je falënderues për një të mirë që ka bërë dikush në jetën e kësaj bote. Tash mënyra çysh më bë me falënderu, janë mënyra të ndryshme. Nganjëherë mjafton veç fjala. Nganjëherë mjafton mja kthy me të njëjtën monedhë të mirën. Nganjëherë bëhet duke ja kthy me më të mirën të mundshme. Bile pejgamberi sa më ka vendosur një rregull, ka thonë, kushdo që t'ju bën mirë, ktheni atë njëjtë, edhe më shumë se kaq. E ka vendosur kriter. Ka thonë kushdo që t'ju bën mirë, njëjtë se bote, por diçka nise. Thotë ktheni anë njëjtë ose më të mirë se kaq. Dhe në jetën e përditshme nganjëherë është vërtet me kthyer në të njëjtën monedhë, por e kthen në forma të ndryshme. Por ndryshe nuk rekomandohet, nuk është absolutisht njerëzore, nuk është, ç'më thon, e mirë që njeriu të jetë bukëpërmës dhe të mos jetë falëndërues për të mira që ja bën dikush. Nuk ka njeri më të keq se ai i cili është jo falëndëruar ndaj njerëzve. Na mëson neve feja islame që nëse ne i bëjmë mirë dikujt ta harrojmë këtë gjë? Ose ta shkruajmë në rër nëse nuk jam gabim? Atë është. Ne kur t'i bëjmë mirë dikujt, ne nuk presim falënderim. Se din Zoti. Ne tash po flasim për dy pozicione ndryshme. Po. Ai që të bën të mirën, ai nuk është e bën ti më thon faleminderit. Por ja që ky që ka psu të mirën është detyruar moralisht më thon faleminderit. Sepse ai i cili bën të mira më thon dikush faleminderit ka hyrë në një kapitull të gabueshëm. Sepse është e pamundur që dikush mos më të harrojë të mirën. Por ne kur ta bëjmë të mirë, çka thon një fjalë e urtë, të bëni të mirë dhe hudhën në det. Mos e gjetë të peshku e gjenë Allahu vetë. Dhe më thonë, Allahu e din për çdo të mirë që bën njeriu. Dhe ti në ditë kemi kërku shpërblim për të mirën që ke bën. Por ja që në jetën e kësaj bote, Zoti i Madhërisht prej etikës së njeriut e ka cilësuar edhe mirënjohjen dhe ka porositur njeriu të jetë mirënjohës. Pra ata s'na bojnë mirë pse duhen na mi thon faleminderit. Por thjesht na detyrohemi moralisht, është cilësi njerëzore, është virtyt fetar, është niveli i lartë i edukatës, mi thon dikujt faleminderit për një të mirë që më bane dhe me pas në kujtesë që në ditë prej ditëve me provu mja kthy me më të mirën të mundshme. Por ndryshe nuk ka zgjidhje tjetër. A vlen a shndron në praktika urimet e një njeriu që ndoshta ne kemi bë mirë, pa njeri kaq ka mundësi më na kthy neve. Ndoshta na uron për diçka që na më arrit edhe përmes rrugëve tjera që krijuesi dërgon për neve. Ku është ajo e mirë? A hap rrugë urimi dikujt na? Ku është ajo e mirë me i bën njerëzit mu lut për neve në mos prezencën tonë. Me na uru. Do të thonë më na uru dhe më lut për neve. Çish muna me pru veten këtë gjendje, me ngrit këtë nivel të edukatës. Që edhe kurse kemi prezencë njerin, ajo është me një segjadë në shtëpinë vet, ose është me një vend xhamie zikon. Edhe to zot filan di kam borx, se më ka bë mirë, e falenderoj dhe shtoja të mirat. Ku është ajo e mirë me arën këtë gjendje, me bë më shumë, ç'më thon, ushtar që lutën për neve. Duke mos na kthyt mirën aty për aty në këtë dunjë, sepse çka do që të na shpaguajnë këtë dunjë, këtë besin këtu. Ton besin. Po lutja e atij që kemi bën dobi në jetën e bote është arma më e mirë dhe argumenti më i fuqishëm me cilën kena me rrugtut e Zotit Madhërisht. A di sa është e mirë me bën dikan lut për neve? Ai ndoshta s'ka mundësi më ta kthy. Dhe në ditën e gjykimit, çka në transmetime, njeriu ngritet në piedestale të xhenetit. Dhe Zoti Madhërisht i thotë, a dini për çka jeni këtu? Thotë, jo vepra s'keni bërë për këtë nivel luksit në xhenet. Thotë, por ka dikush që lut për juve. E keni bërë një të mirë të vogël dhe ata e lut shumë për juve. Dhe sot ka momentin t'ja kthej të mirat që kanë bërë njerëz për juve në mshefësit juve. Janë lut. Pra ku është e mirë që të bëjmë njerëz që të lutin për neve
E nëse s'na i kthejnë këtë dunjas, është problemi të nësë është. Edhe është kur po e përmendim këtë çështje, po mbjen mendje se sa shumë lutën prindrit tanë për neve, tash besoj që do të kemi të mira edhe në këto, sepse zemra e tyre është më sinqerta ndaj neve. Padyshim, po duhet me gëzojë edhe kundërta. Edhe kundërta. Do me thonë, fëmiu për prind. Padyshim, dhe a disa e çmon Zoti i Madhërisht lutjen e fëmijëve për prind. Një prej lutjeve që mbijeton deri në ditë gjykimi, është lutja e fëmijëve për prindin e vet. A ka diçka specifik veçantë që duhet me thonë? Jo. A veç mu lutë për shnet? Qësa interesant. Një fëmijë edukun, dashti apo nuk dashti, minimumi 40 herë në ditë, ko mu lutë për prindin e vet. Serë që të falë namaz, ai nuk ka qare, pa e përmen ajetin Kur'an, o Allah anat mira në këtë dunja, neve dhe falë me prindemi. Lutja me mira, Allah më në falë. E kur të falë Zoti i Madhërisht të shpërblen. Madje një prej 3 çështjeve që mbesin gjallë, edhe pasi të shkon njërin të kësaj bote, janë fëmijët e mirë që lutën për te. Imagjinoj ka vdek personi, gjirë llogaria ka me qelë. Derisa i ka pas fëmijët gjallë, dhe ata janë lutë për te. Pra, lutja e prindve për fëmijët është begati dhe anasjeltas. Lutja e fëmijëve për prind është dhurata më e mirë dhe më e çmueshme që mund t'ja ban një fëmijë prindit pas vdekjes së tij. Si të mësojmë gjeneratat e reja që t'jenë mirënjohës dhe falenderues? Se shpesh dinë me kom edhe arrogant. Më thënë që këta ti mire ku mbo vetë. Unë këm dhe gjurë shumë, abdem për shambull, mësë me konë unë që kjo nuk ish kriju, që kjo që jam të e bohën, talenti jam, të mirat e mija, do më thonë, dhe që mërna që ty në suazave diskutojnë, jo për shumë më thonë me ndimën e Zotit. Fatkeqësisht në jetën kësaj bote ka njerëz të cilët të mirat që i ka rrinë këtë dunja ja adreson vetës. Ne kemi thënë dhe për përsëriti, as pasuria, as mençuria, as karriera nuk është rezultati i mendjes së njerit, por është rezultati i dhuratës që Zoti ka dashur me dhënë. Zoti, edhe kur lexojmë këtë temë, kur analizojmë këtë temë Kur'an në ajete të ndryshme, çuditësh sa bukur ka përshuar Zoti i Madhërisht. Dhe ka thonë unë jap ku na du sa du. Nuk është aftësia jotja, po të ishte pasuria, rezultati i aftësisë, e dini sa të mençur janë të varfër. Dhe kanë dhënë pse bote, kanë dalë pse të varfër. Ata i dash këtë gjenit me kanë pasur. Pra nuk është pasuria rezultat, edhe ata cilët mendojnë kështu, thjesht kanë hyrë në zonë të rrezikshme. E kanë provoku Zotin e Madhërisht. Me një farë e kanë mohu mirësitë Zotit të Madhërisht. Pra nuk është as pak njerëzore, as edukative që njeriu të flet në këtë mënyrë dhe thotë, këtë e kam arritur është aftësia jemja. Jo, atë mendin anë Zoti i Madhërisht. Jetën e të zhvilluar në tokën që ka krijuar Zoti i Madhërisht. Ti flen e Allahu të harun mendjen. Ti serun, ti sekurdis, ti flen, ti sekurdis zemrën me ra. E ka vënë në funksione që ka kriju. Dhe këtë mundësi t'ja onaj. Pra, nëse o dikush e falenderoj Zoti, dhe o Zot, me këtë kapacitet që më ke dhënë të falenderoj ty, sepse këto të mira që i kam, vallahi janë prej teje. Ky është njeri i mirë. E çysh më arti të edukimi? Pra, prej fillimit, sepse edukata fillon në pranë të familjes, në pranë të nanës dhe babës. Ata të cilët e kanë falenderimin në familje, e kanë këtë shprehje të bukur për gjëra të thjeshta në familje. Nuk ka mundësi ai fëmijë më rrit nesër dhe me kanë me një madhe me thonë, këtë të janë për meje. Sa i rrit mi thonë faleminderit ula. Faleminderit prindve për kontributin. Faleminderit nanës për mundi që dhanë. Faleminderit një vllavit më të madh ose ku di çka. Për angazhimin që ka bërë që ky me kanë i suksesshëm. Se funi a di ç'është kjo punë? E ke pa sa punëtori punon, për shembull në firma të ndryshme. Edhe ai firmashi më thon, po unë e kam bërë këtë. Harron se ndoshta 1000 pika njerëz janë në ditë për dikujt tjetër, që ky me pasit pasuri. Pra do të më falenderoj Zotin Madhërisht. Dhe faleminderit atyre të cilët ka jetuar me ata që kanë marrë seriozisht këtë punë dhe kanë punuar për interesin e firmës ose të familjes shumë më radhë. Kur po thoni për fëmijët, cila është praktika më e mirë islame që një fëmijë në një familje
ta mësoj me njohjen dhe falenderimin brenda 4 mureve të shtëpisë së tij. Ndoshta një gotë ujë, i thon faleminderit, ndoshta një libër, ndoshta diçka shumë të thjeshta që fëmia më mësu fillimisht falenderimin ndaj prindërve dhe më tej. Fëmia rritet duke dëgjuar fjalët e prindërve. Dhe ai krijohet, formohet duke pas skena në familje, në situata të ndryshme. Edhe kur duku që s'ka vëmendje, çka bisedojnë prind, ajo është të e vjedh skenarin. Super aktiv. Shumë e qartë. Dhe për shembull, mes çiftit bashkëtorë, një falënderim për shembull, mes prindit, do faleminderit për vizitën, ose Zoti shpërblet për të mirat që i ke bë. Ke vujt në jetë, është më radhë. Dhe pe mexhve sham, pe dasham është më radhë. Pra ai mësohet të një fjalë falënderues, falënderim. Dhe mbi gjitha kur bëhet me kuptu këtë çështje, prindi mënyrë të qetë, mënyrë pedagogjike, jam mëson dhe i thot, shifi këtë botë. Sa e madhe është. Ne jemi një krijesë e vogël këtë jetë. Ai që do të falënderohet është Zoti i Madhërisht. Dialog me fëmijën. Okay. Po ai e sheh edhe në prezencë. A ke pa shpesh kur të falmi në shtëpi, fëmijët e vogël na vinë te sejdja. Po. Edhe në ditë për ditë kombëtni të thonë o Zot, ty ta kam falënderimin për të mira që më ke dhënë. O Zot falë mua dhe falmi prindët e mi dhe ky e dëgjon. Se prindi po lutu për prindë vet. Dhe në ditë komë ndjek rrugën e prindit. Dhe në ditë komë ul në sejdë që është ul prindi vet. Dhe më thon njëjtën dua që ka thënë baba vet. O Zot, më shfiron na neve, fal na neve, edhe fali prindët e mi. Ngritin shkallën më të lartë në xhenet. Dhe ky komë mësu të eduku, të me këtë fjalë. Pra e frymëzojmë në familje. Sepse si duket në kohën tonë bashkëkohore, fjala mirë njohje ka humbi fjalorit tonë. Sikur mendojnë njerëz që ne kemi bërë gjithçka atyre. Fakt, na ka obliguar Allah të sillemi mirë. Po nëse ne të bëjmë mirë, nuk po bëjmë ty falënderim. Po nëse ti nuk na falënderon, ti ke treguar një dimension negativ të karakterit tan. Po nëse na do të vazhdojmë bëjmë mirë sepse funit na duam ta pastrojmë bagazhin e jetës tonë. Kemi raportin veç. Shumë e qartë. Po ana vjen keq nëse ata s'na falënderojnë, ana vjen keq nëse ata na kthejnë me të keqe, natyrisht lëndomi, por jo natë masa që na pengon për të mirës. Dhikri e ka përkthimin në shqip përmendja e Zotit. Do të thonë, është mënyrë e falënderimit ndaj Zotit nëse bëjmë dhikr vazhdimisht? Po. Do të thonë kjo është mënyra që ka zgjedhur Zoti me falëndëruar atë. Okay. Për shembull, për dhikrin ne thumi subhanallah. Gjatë ditës, për një herë. I lartësuar je o Zoti, i patmete je Zoti. Pastaj themi për alhamdulillah. Ty ta kam falënderimin o Zot. Heshtje, alhamdulillah o Zot. Ty ta kam falënderimin. Por ata që di më të falëndëruar dhe pa ata që s'di më të falëndëruar. Edhe kur mendoj se në botë kam falëndëruar, ti hala më shumë meriton. Thuaj alhamdulillah. Pastaj thuaj Allahu akbar, o Zoti i madh. Asnjë s'është si ti i parival, pa shok. Ti s'ki fillim, s'ki mbarim. Ti i gjithdijshëm, gjithçka në këtë dunjë menaxhon ti. Edhe për ato krijesa që s'dim na ti o Zot, se ti i madh. Pastaj thuaj astaghfirullah, o Allah falna. Falna se mund të jemi të dopt, karshi familjes. Por jemi të dopt karshi teje. Jemi mos minjos ndaj teje. Pra i themi këtë shprehje, edhe pasurojmë në një farformë me karakterin. E forcojmë identitetin ton njerëzor, duke falëndëruar Zotin e Madhërisht, sepse shpesh herë shohim të mira në këtë dunjë. Dhe çka themi subhanallah, i patmeta o Zotit. Është një diçka të mirë. Ose elhamdulillah Zotit, ja ka mësuar dikujt me një shtëpi. Shtëpi të re për shembull, dhe ka bënë një shtëpi të bukur. Allah ja ka mundësu mendjes njeriut me ndërtu këtë jetë. Dhe ka në Kur'an e kam krijuar njeriun që ta ndërton jetën. Dhe ai mëson njeriu me ndërtu jetën. Dhe themi subhanallah, i lartësuar Zoti. Se çka do që të bëjmë mirë këtë dunjë është e mangët. A di pse është e mangët kjo botë? Sa do të zbukurojmë, por derisa ka vdekje kjo botë është e mangët. Por derisa në këtë botë ka vdekje, s'ka përshtatshmëri. Në botën tjetër nuk ka vdekje. Çfarë shumë e qartë. Vetëm Allahu xhallahu ala. Mirë, po kjo pjesa që thatë 1000 herë i nderuam, a ka rëndësi se sa herë mbrana ditës? Jo, nuk ka rëndësi. Jo, nuk ka rëndësi. Llogaritet si domethënë pranim i dhikrit nëse për shembull e bën 10 herë, 5 herë. Padyshim. Nuk ka kështu numra të kufizuar. Jo, Zoti i Madhërisht, sepse dhikri, me që përmendje dhikrin, të përkujtuar të Zotit, është në dy mënyra. Një lloj mënyrës e ka përcaktuar Zoti i Madhërisht formën edhe numrin. Okay. Për shembull namazi. Edhe kjo përkujtim ndaj Zotit. Por që në formën e vetë. Pastaj pas namazit, në themi 33 herë. Subhanallah, i pameta je o Zoti. Thume alhamdulillah,
falënderim tek ty o Zot. Dhe themi Allahu Akbar 33 herë. I madhi o Zoti dhe pastaj lutemi. Me farful me çelmi një kapitull për me rritë lutja. E lartësojmë Allahun xhelalu ala. Këto janë të numëruara pas namazit. Nëse gjatë ditës në jetën e përditshme, mëngjes ose mbrëmje ose ditën, thuje me një numër të pacaktuar. Sa herë që ta thush, e ke pasuru shpirtin tënd, tërgjegjën tënde. Sa herë që ta falënderon Zotin me një numër të pacaktuar, ti thjesht e ke hap një derë të mirësisë përmes të cilit kanë më të ardhur mira tek kësaj bote dhe normal kemi mbijetu situata më të vështira të mundshme me cilat mund të ballafaqohesh. Si ka qenë jeta e Muhamedit alayhis salam në raport me mirënjohjen dhe falënderimin? Nëse lexojmë jetën e pejgamberit alayhis salam, është interesant që sa njerëz kanë jetuar para tina dhe sa jetojnë mas tij dhe jetojnë sot, por çysh nuk është e mundur me ngjetë një njerëz karakterit të tij. Është absolutisht e pamundur me gjetë një njerëz të karakterit të pejgamberit. I kanë përngjall pejgamberëve. Padyshim në sjellje, në karakter, në mirënjohje, e kështu me radhë. Mirë, po pejgamberi sa më ka qenë i veçuar, sepse ban pjesë në grupin e 5 pejgamberëve më të mëdhaj që ka dërguar Zoti Madhërisht. Dhe kjo është lideri i pejgamberëve, madje lideri i njerëzimit, kuptimin e vlerave. Dhe tash çysh ka qenë pejgamberi sa minjos. E dini që është transmetuar në transmetime të ndryshme se nëse dikush ja ka dhënë një hurmë me pejgamberit, gjë që për neve s'son pesh ajo, një pen. Po për kohën po. Ai ka qenë aq minjos ndaj tij sa që ndoshta ai tjetri u shturpru pi sjelljes së pejgamberit sa. Ka qenë minjos. Dhe asnjëherë s'ka qenë bukë për mys. Imagjino në situata më të vështira, kur njerëzit kanë kthyer me të keqe, ka thonë unë e pjamoj me visht mirën, se kjo ma ka bën janë të mirë. Dhe janë falendërues ndaj tina. Kështu ka qenë Rasulullah. Edhe pastaj mos flas në raportin e tij me Zotin, si ka qenë falendërues ndaj Zotit. Edhe pse ka jetuar një jetë modeste, që ta dinë ata që na dëgjojnë. Nuk përsëritet më pejgamberi si përfaqe tokës. I fundit, i dërguar për Allahut azza wa jall. Njeriu më i madh që ka shkel tokën, këtë tokë me kam. I vetmi që ka mjepri proceseve në botën e përjetshme. Kush e ka besu, ka shpëtu. Kush e ka mohu, e ka vu vetëm në rrezik të madh dhe padyshim se do t'i vjen momenti. Por derisa shkojmë këtë e Zotit, do t'i vjen momenti ta kuptojnë gabimin. Por që ky pejgamber me këtë moral të madh ka reflektuar në gjenerata sjellja tina. Dhe ne sot kur ta lexojmë jetën e tij, thjesht ndjehemi krenar që jemi pasues të tij dhe e falenderojmë Allahun azza wa jall që ne ka begatuar me një pejgamber të tillë dhe mundohemi t'i përngjajmë jetën e përditshme. Po, kur them që është më i veçuari prej pejgamberëve i nderuar, ndoshta dikush që nuk është shumë i informuar për fenë islame, po ka interes dhe do Zoti që nesër mas nesër të jetë besimtar i devotshëm, mund të mendoj se pse ka qenë më i veçuar, ndoshta pse ka qenë që koha kur ka zbrit Kurani në kohën e tij, apo ka pas diçka tjetër që ka qenë më i veçuar? Jo. Pse është veçuar më shumë te? Sepse për shumë arsye. Një sepse ka zgjedhur Zoti Madhërisht. A din çka do të thonë me ta zgjedhë Zotin një model tjetër? Po të tjerë kishin me thonë që i ka zgjedhur edhe të tjerë pejgamber. Po të gjithë kanë të njëjtë. Po bëj rolin e avokatit këtu. Jo, pyet çka dush, edhe mund pëlqen kur replikon. Që t'jemi të qartë. Pejgamberliku nuk është vlerë që arrihet me mundi. As me aspekt gjenetik, as me pasuri. Është petk që ta vesh. Pejgamberliku është vlerësim që Zoti ja ban kuna do. Petku që ta vesh. Shumë e qartë. Jo njeri. Ne edhe sikur dojmë jetën e bote, të mundohemi ta zgjedhemi një dikant ta bëjmë pejgamber. Mas 2-3 vjet kam dështuar. Deri te mbreti kemi arrit. Çështje tjetër, mbretëria e sundimeve që ama te karakteri po flasmi. Por që të krijojmë pejgamber është e pamundur, sepse pejgamberi thjesht çka thon pejgamberi hadith, që është sa interesant. Thot Zoti Madhërisht më ka krijuar shpirtat. Por një herë. Dhe në mesin e shpirtave i ka zgjedh më të mirë pejgambert. Dhe në mesin e pejgamberëve i ka zgjedh 5 prej tyre që janë më dalluarit, dhe në mesin e tyre e ka zgjedh që të jetë i fundit, pejgamberi i dërguar i Allahut, të jetë Muhamedi alayhis salam. Pra kjo është zgjedhje e Zotit të Madhërisht. Dhe kur analizon karakterin e tyre, edhe ban krahasime me karakteret e njerëzve, vetveti e kupton se më të vërtet
ata kanë qenë pejgamberët e tjetë nuk mund me kanë si ta. Tu e pas parasysh qëndrueshmërinë, etikën, moralin, sjelljen, dhe një shembull thjesht, që ta kuptosh apo flas. A ka në këtë dunja një person që guxon 23 vite mja vnu kamerat ka shkon, edhe ai mos me ka bukur. Nuk ka, njeri është i gabuar. I vetmi që kanë përcjell 23 vite, edhe në gjumë që ka fjetë, o i dërguari i Allahut. Dhe qysh është e mundshme bre, për 23 vite, mbi 22.000 fjalë, të gjitha me kanë të sakta. A nuk është argument se kjo është i dërguari i Allahut? Dhe si është e mundur për 23 vite, për shembull të zbret Kurani, edhe ai ta thot, dhe në mënyrën më të mirë të mundshme në praktikë ta zbaton, kush ai që ban këta? Hajde kur na dush mi thon, një muj ditë po të përcjellni. Fol, kemi gabu. Pra kjo t'jep me kuptu si ka thonë Zoti i Madhërisht, Allahu e din se ka e bën pejgamber. Dhe thot ai nuk flet për mendjes së tij. Edhe ai thot, me një ajet Kur'an Allahu thot, kur fol pejgamberi për moralin e vet, thot edebeni rabbi, mua ka eduku Allahu azza wa jall. Unë s'kam eduku në shkollat e dunjas. Unë s'kam mësuar në literaturat të kësaj bote, që është shuneri për moralin. Analfabet nëse mund me çujt të tillë. S'ka di shkrim lexim. Që u shpall pejgamberi. S'ka di shkrim dhe lexim. Por edukatën kush e ka thënë? Allahu xhelle wala. Çish është e mundur në njeri, çka ju ka dashur atij leximi kur e ka pas inspirimin direkt për Zotin Madhërisht. Që ju ka dashur atij me diskutu për popujt e mëhershëm kur i ka ardhur lajmi direkt për Melaçës se çka kanë jetuar popujt e mëhershëm. Çish ja vditje emrat ai pejgamber para prak. Çu diti me fule për historinë e popujve nëse ka pas distancë me 2-3.000 vjet. Pra kjo t'jem me kuptu se ka qenë dërguari i Allahut. Po aja dimensioni ti kemë të folna, kush e ka edukuar ata? Allahu xhelle wala, për këtë arsye i vetmi njeri që është model deri në ditën e gjykimit. Por njerëzit në përgjithësi është dërguari i Allahut xhelle wala Muhammed. Faleminderit për këtë sqarim. I nderuam për fund, do doja shumë që diskutonim për mirënjohjen dhe falënderimin në ditët tonë më të vështira. E dim që ndoshta e kemi më të lehtë me u falënderuar Zotit dhe njerëzve për rreth kur jemi mirë emocionalisht, kur jemi mirë materialisht, kur jemi mirë në çdo aspekt të jetës. Por në momentin kur përballemi me sfida, me vështirësi, me humbje të mëdha, shpesh dim që dëshpërohemi, javën e kaluar kemi pas temën e pesimizmit, shpesh dim që dëshpërohemi kaq shumë sa që thojnë më fal, Zoti mu nuk po më don, nuk kokna une për këtë jetë, shumë akuza kundër vetës së Zotit. Qysh më u zhvesh prej këtyne gjërave të rana në ditët më të vështira tonat? Realisht njeriu mund me ardhur në për situata të ndryshme të vështira, që mund shpesh ti mungojnë edhe fjalë për qenë falënderues, por njëkohësisht edhe fjalë për me përshkru dhimbjen. Mirë po është e pa imagjinueshme me ardhur njëri në një situatë ku mund të harron Zotin e Madhërisht. Ai cili ka harru Zotin e ka harru veten. Ai cili ka harru derën e falënderimit dhe derën e mbështetjes në Zotin e Madhërisht, thjesht ai nuk e ka kuptuar misionin e jetës. Edhe në ditë të këqija? Edhe në ditë të këqija. E çush më falenderoj Zotin kur na kena ditë po pse të këqija? Pse po duket e pamundur njeriu me jetu në vështirësi dhe me qenë falënderues. Po çush më thon Zot faleminderit që më tu kalu me një ditë të keqe? A ka më të keqe se ai? Se komu akuzu po shpytje kështu. Jo, pyetërisht. Unë jam të kuptu pyetjen për çfarë ndryshe. Po. Në situata në përsër kalon njeriu, të mira dhe të këqija. Të mira dhe të këqija. Nuk guxon të humb falënderimin ndaj Zotit Madhërisht. Dhe besimi. Kjo është një. Tash do të bëm përpjekje me dalë për kësaj situate, po. Por jo duke përmbys fatin. Sepse çka do që t'jap Allahu në këtë dunjë, të ka dhënë se të ka dashur. Sepse fundit, por ç'i meriton njeriu, si thot Zoti në Kur'an, njeriu s'kish merituar asnjë pikë ujë për kësaj jete. Por nga mëshira jam dhe nga që e du njeriu ka dhënë të mira. Dhe tash, a ke jetu gjithmonë të këqija? Nëse një sprov, po zgjat ka një javë, një muaj, një vjet, po sa vjet ke jetu në lumturi? A ke qenë falënderuar ndaj Zotit? Pra nuk është kështu, që nëse je mirë, tash unë e du Zotin. Nëse jam keq, valla ke bërë zullum. Jo, Allahu e ka përshuar Kur'an këtë njeri. Ka thonë, çudime njerin, kur ta sprovoj me të mira, thot e karameni, Allah më nderoj. Thot kur ato të mira t'ja marr, veç pak. Çka thot? Rabbi ehanan, Zoti më nënçmoi, më përbuzi, më shtypi,
ose më deklasoj. Allah tha po harron ky njeri. Se unë në situata vështira me ta. Sikur ky jetë falendërues për të mirat. Edhe kjo situatë kalimtare. Do të arrijnë qëllimin më të jetës. Pra gabimin më të madh që bojnë njerëz janë ata të cilët hidhërohen me Zotin Madhreshëm. Unë nuk e di nëse dikush hidhërohet me Zotin në tokën e kujt me bën jetën. Çish ka me menaxhu shtëpitë e gjallërat e Zotit Madhreshëm. Çish ka me dal nesër pe krize nëse e mohon krijuesin e vet. Kush ka që i penzer ka pe krize. Pra në çdo rast ne kemi një fjalë në Islam, ne thojna falëndërimi takon Zotit Madhreshëm në çdo gjendje që jemi. Falënderimi o Zot takon ty çdo gjendje që jemi. Të mira apo të keqe ty takon falënderimi. E pastaj përmes këtij falënderimi ti ke më çel derën e daljes pe krizës dhe kemë kompenzuar më të mira të mundshme. Pra nuk falënderohet Allahu vetëm se ne jep të mira, por falënderohet Allahu Azza wa Jalla dhe kur jemi keq, sepse ai meriton të falënderohet dhe ne jemi rob të tij, krijesat e tij. Po, i nderuam, unë fillimisht falenderoj Zotin që përmes tij arrita të realizoj këtë ciklin dhe t'javor me juve. Faleminderit an Zotit Madhreshëm dhe ato që kemi thënë për fjalëve të sakta janë për Zotit Madhreshëm dhe atij të falënderimi. Ato që kemi gabu në spjegim, nëse kemi gabu diçka gjatë fjalës, është prej metave të mia, por gjithsesi në fillim dhe mbarim në çdo situatë falënderimi përjetshëm i takon Allahut xhallahu ala. Dhe së dyti ju falenderoj juve shumë që keni ndarë kohë përkundër angazhimit që keni të madh në punët e juaja, të jeni në studion tonë dhe diskutojmë për temat të ndryshme fetare. Faleminderit edhe për juve dhe për gjithë atyre që e kanë përcjell këtë emision. Zoti Madhreshëm përgatoft me të mira në këtë dunjë dhe në botën tjetër. Amin, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, për 10 javë rresht kishim në studio teologun Ardian Sediu, ligjërues dhe imam në xhamin Gaçka, koha në fakt në Gaçk të Ferizajt, kërkoj falje në fillim të emisionit parë, ju kam treguar se sa e bukur edhe sa e mirë ishte kjo xhami, kështu që ju ftoj kushdo që keni mundësi me shku me vizitua dhe me pa veten nga afër. Njëkohësisht ju falenderoj shumë që keni qëndruar me neve dhe keni pas interes të madh për të dëgjuar temat që ne i kemi pasur. Javën tjetër nisi me ciklin e tretë të emisionit Bardezi. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje dhe faleminderit që na ndoqët.